Mirdita. Sot po bëj një lakër të mbushur me mish të grirë dhe me oriz. Lakërën përpara se ta filloj me harxhin, e vëm për të zier njërë sa të marrë një valë që të dalin gjethet kollaj. Dhe këtu kam vënë ujtin e ngrohtë, të valuar kam marrë valë, hedh pak krip. Dhe vën lakërën që të hiqen gjethet një nga një. E shti pak me piron kështu që të mos zhipjemi. Hap, s'ka këtë një qikë. Doje? Jo. Është lakre madhe, nuk gjen lakrat vogla këtu. Lakrat e vogla nuk janë për atë punë, janë vetëm për sallatë, janë lëkur trasha. Dhe këto mezi i gjen tek një dyqan turk. E ishin qik lakrat e mëdha, më të vogla s'kishte. E mora se u ka vajtë mëndja fëmijëve duan lakër të mbushur. Dojnë lakrën sa të marrë një valë, dhe ja hedh gjethet një nga një, duke marrur valë lakra, duke hedh gjethet sa të zbuten. Është e kollajt për të kthyer, ndërsa lëkur trashë nuk e kthen dot, duhet lakër lëkur hodh. Këtu nuk gjën. E shikoj lakrën se nuk dua të zi shumë që të prishet. Filloj sa zbuten këto gjethet e para dhe i heq, se dua ta kthej lakrën. Në fillim, falni, nuk ju thash, e heq këtë si koçan. Ja kam prerë të gjithë të koçani që të hiqen të mesit, që të hiqen gjethet më kollaj, se kjo të pengon. E hedhëm poshtë atë nuk na duhet. I hej pak gjethe, nuk janë bërë akoma dozin, po e kthej lakrën, se është lakre madhe, ju e shikoni me zi rrotullohet në kusi, dhe nuk duhet të mprishen gjethet. E lë dhe pak të zinë të zbutet dhe gjetja tjetër, dhe i heq pak e pak. I heq pak gjethet sa ta rrotulloj. Ta kthej në kusi, se është e madhe dhe nuk e kthej dot. Ja si është dhe koçani këtu që i kam hequr. Këto i vë pak që të zbuten akoma. Është puna sa të zbuten gjethet e lakras, asnjë gjë tjetër. Lakra ka zier, e kam hedhur me një kullese të kulloj ujtin, ja duhet të zihet kaq, të jetë e butë që mund të kthehet lakra. Tashi po filloj me harxhin. Te harxhi hedh qepën, qep të bardhë të grirë, hodh në blender, e kam vrirë në copa të vogla. Një karrot po prap të grirë në blender dhe këtë, copa të vogla. Hudhër. Djozëm, do erza. Kopër. Dhe mishin e grirë. Bëjnë qik harç shumë, se bëj dhe shumë se jemi shumë. Nuk është dhe një gjë që e bëj shpesh, edhe orizin. Orizi pas zier, Pas zier se do bëhet në... edhe piper të zi, do bëhet prapë, nuk është se mbaron me kaq. Piper të zi edhe qik mirë. I hedhe kripër, kripën do të shikoj. Do përzej harxhin dhe do të shikoj. Me që se kam hedhur dhe tek lakra. I hedhe vaj ulliri.
Tash I punoj me dorë të gjithë harxhin, që të lidhet harxhi komplet. Ka një qik punë, po del mirë. Më thesh parë që e bën të gjyshja, gjyshja nga Berati. E ka pas bë, gjyshja jote e ka pas bë nga Berati, e ka bë, po nuk e bënte me mish të gri, e bënte me oriz. E bënte. E mirë dilte edhe me oriz, po kur hetë qik mish del më, se lakër është. E ka pas bë. Në fshat ne nuk e kem pas bë. Këtu e kam mësuar në Greqi pasaj, ku në Greqi I thonë lahano dolmades. Në Shqipëri mund të thuash lakër e mbushur është njësoj si punë e japrakut, që mbushi me gjithë e hardhije. Ishte edhe pak bajullimi që të zbutet akoma harxhi. Do vaj. Po shofin qik për krip. Mire ka se kripën e kontrollon do të bëhet prapë, nuk është se mbaron me kaq. E punoj me dorë që të be harxhi gjithandej janë një lloj, edhe shije kripës dhe e pipetit dhe dithave. Nuk ka nevojë për skuqje. Të skuqësh qepën dhe ato tjerat me dorë. Dhe gjitha kështu të siç janë, I pret holl dhe Ka I do, tash do merre me mbledhjen e lakrës. E kaloj harxhin kështu, që I dorën. Merë gjethe. Këtë pjesën e trash këtu, do t'ja hiqni, se shte trash nuk bëhen. I hedhem diku këtu. E mbushni si të vi më kollaj. E marrë me lukë. E me që harxhin kështu e shpërdaj. E mblej kështu nga të dy anët, edhe këteja, dhe bëj rrotullame. Tamam si japraku. Tamam si japraku. Si gjetet hardis me japrak. Njësoj. Dhe I vendos kështu. I vendos në tepsi. Mund të bëhen dhe në tenxhere, por në tepsi bëhen më kollaj. Se nuk është nevojë që ti vësh pjatë mbi vete që sa të zihet ta shikosh që të vloj, kështu e vën në tepsi, e mbulon edhe bëhet shumë më kollaj, nuk e nevojë ta shikosh. E shikon vetëm për zierje kur ka zier. Kështu e vazhdoj. Derisa të mushet e gjithë tepsia, sa të mbaroj harxhi. Pastaj do ta fusim në furr. Pastaj në furr, me ujtin e lëngun e lakrës që zjeva, nuk e kam hedhur, e kam atje. Dhe I hedh po nga lëngu vetë në furr, nuk është nevojë të hedhësh ujë nga qesma, ka lëngun e vet. Dhe në fund pastaj do t'i bëjmë dhe një E bëjmë një salcë. Një salcë. A është në fund? Në fund. Po, në fund, kur të mbaroj. Po. E mbulojmë kështu anësh që mos na dal harxhi jashtë. Furrin e kam vënë të nxehet, e kam vënë me ajër të ngrohtë, që mos të rri shumë rizit të qullet, sa të marri ashtu për zierje dhe e kam vënë me ajër të ngrohtë. Për sa minuta? Për gjysmë ore do të shoh se si, sa ka zierë si jo, do I shoh dhe për krip, do I shoh dhe lëngun, do I shoh të gjitha. E lartë për qikë në ujë, që t'ja fut,
tepsis të ri nga brenda, mos të ri përsipër. I hedh vaj ulliri përsipër. Kam për shumë, si që thash se jam dhe shumë dhe i shtoj dhe pak krip. Marrë dhe tenqere. Dhe nga tenqeria hedh po lëngun e lakrës për zgjerje. Nuk hedh ujë nga qezma. Pak mi persë prapë përsipër. E më shtjellë me këta. Ja vut shumë nga brenda që tiri avulli. Ndërsa në tenxhere kur e bën, do i vëm një pjate, si që kena pas vëm për para. Kjo është rruga me mirë për mua, se nuk e ta shikosh vër pjate që të ketë peshtërën që të mos hapet. E mbledhëm mirë, mos i dal avulli jashtë. E vë në poshtë të sopës dhe për gjysmore, 3 qerekore do të shikoj. Në qoftë që ka nevojë akoma për zhvirje, do e heq. Në qoftë, pastaj do të shikoj dhe për krip. Si e ka kripën, dhe në qoftë që ka nevojë për furrë prapë, e vën furrë, në qoftë që e nxjerr. Dhe pastaj kemi dhe një salcë. Pastaj do bëjmë salcën, që shoqërohet me një salcë. Ajo është e fundit salca. E kam lënë 1 orë plot, e kam hapur mbas gjysmore, e pa shpër ujë, se mos më pinte ujë dhe donte më. Nuk i kam hedhur asnjë gjë, vetëm atë që i kam hedhur që në fillim. Këto janë lahana dolmades, o lakër e mbushur. Tashti këtu do t'i bëj një si krem me lëng limoni. Kam ruajtur lëngun e lakrës të mos i hedh ujë, se shmë i shishëm, ky është lëngu saja, dhe vë për të bërë një krem. Mund ta shoqëroni dhe vetëm me limon, po ky kremi i del shumë i mirë. Po e lë kështu se mos më duhet prap lëngu. Këtu kam një të verdh veze, i hedh pak krip, i hedh nga lëngu, të verdh se vezës dhe e rraf. Rraf pak vezën me lëngu e lakrës, me pak krip. Këtu kam dhe një kokër lëng limoni. Edhe lëngun e limonit. I hedh di luk një sheshte. Një dhe pak rash.
Një hedhe lëngun brenda dhe filloj e përzij. Kjo salca është e domosdoshme apo? E domosdoshme se është e mirë, se mos të dalë gjë e thatë. Mund ta shoqërosh vetëm me limon përsipër, me çik piper të zi dhe ashtu hajt. Po kjo salca e bën çik se ke salcë, ka nuk del gjë e thatë. I shkon. Pastaj shoqëron me çfarë të duash, është me dëshirë. Por nuk mund t'ja hedhësh dot kështu përsipër, se do ta ngrohësh salca pikset. Ja hedh në momentin kur e nxjerr në pjatë. Tani e përzin që të trashet. Po, sa të trashet. Ma një valë, trashet, shikon që për thartinë mos do më shumë limon. Limonin e ka gjithse kush në dorë, mund t'jash dhe kështu. Dhe kështu, nuk kanë do një gjë tjetër limon përsipër, e dojnë qik limon, e dojnë qik thartirë. Kjo është salca. Kuri kjo trashet. Në kohën që trashet mund ta holloni në kohën që do të hani me pak ujë ose me qoftë që keni lëngun e lakrës dhe e mbani aty, mund ta holloni, është e mira me lëngun e lakrës. Kjo është salca që bëhet. Bëhet si krem. Ma ta shidhem nxjerr në pjatë. Ja, këto janë, po nxjerr nga këto që janë poshtë. Shtoj një qik salcë. Aj, se po trashet shumë. Po ta lësh në zjarr, te soba. I shtoj një qik salcë. Poshtë. Dhe vetë këto. Është një qik të hanë ko, po del edhe gjë e mirë. Nuk është se e bën gjithnjë. I shtoj prapë qik salcë për mbi vete. Kjo është lakara e mbushur, me mish të grirë dhe me qep, tërë shumë e mirë, jashtëzakonisht e shishme, e ushqyeshme. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë të mbarë dhe faleminderit shumë për komentet.